ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. تندروا الجماعة jemi në vazhdën e mësimeve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij të titulluar El Adabul Mufrad, edebi I veçantë I muslimanëve. Në kapitujt e radhës ka sjell një varg duash, një varg lutjesh, dhe prej tyre është edhe lutja që ja ka mësuar Muadh ibn Jabelit radhiyallahu anhu. Një ditë për ditë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përdorë Muadh ibn Jabel, shokin e tij, të cilin e ka veçuar me njohjen e halalit dhe haramit. Edhe I thot: o Muadh, thot unë ty të dua. Dhe kjo është prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, që njeriu kur e don dikam ja shpreh. Dhe kjo e forcon lidhjen. Dhe kjo e mban më të gjatë dhe më të gjallë lidhjen e mes njerëzve. Atëherë I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, I thot Muadhi, thot wallahi ana wallahi uhibbuka ya Rasulullah. Thot ja Rasulullah, dhe unë wallahi du tyje. Dhe kjo është shprehja në mes dosit dhe dosit prej dashnijës, të cilën shumë prej muslimanëve nuk e praktikojnë, nuk e zbatojnë, madje edhe nuk e njohin këtë lloj të dashurisë dhe shprehjes së ndërsjellë të dashurisë. Atëherë I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot o Muadh, a do me ta mësoni lutje, të cilën do ta thuash në fund të namazit tan. Dhe shiko këtë mënyrë të përpikt, më të mirën në botë të Muhamedit alayhi salatu wassalam në komunikimin e mësimit. Nuk I than ngo këtu, unë të kallzoj tije Rasulullah, ai çish dush ka mujt mi than, ai çish dush ka më, unë çka të kallzoj, se unë jam Rasulullah, ti ke obligim me mngu, ti del pe feje mos me mngu, ti mos më marr këshillën mua, shumë keq punë ti kije. Kur gjë nuk I tha kështu. Po tha ela uallimuka. Pra, a pranon me të mësu, a do me të mësu? Sa mësime ka këtu të ndërum xhamat, ku njerëzit mundon me ti imponu çështua. Patjetër duhet me ditë ti këta. Pse është patjetër? Pse është patjetër? Ela uallimuk, ata mësoj. A do me ta mësue? Apo feja është me të lirë të ndërum xhamat. Feja është nëse hin zemër, nëse nuk hin zemër koto. Kot çka nënshtrohet trupi kur nuk nënshtrohet zemra. Kur ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam, janë mërzit zemrat e sahabeve. Janë mërzit zemrat e sahabeve. Sa ajo ka marrë zemrat, jo trupat. Po këtë arsye disa prej tyre, të cilët nuk ishin nënshtruar në Islam prej dashnijës, ata dezertuan. Me vdekjen e tij dezertuan, se nuk e dojshin ata. Apo andaj të mësohemi që mësimet pavarësisht sa të mëdha janë, Muhamedi alayhi salam është mësue. A ka mujt më thon, ndalë të mësoj diçka se duhet ky mësim. Dhe çfarë mësimi dërguami I Zotit po e mëson një njeri thjesht, sahabi I pejgamberit alayhi salatu wasallam në raport me ta. Mirë, po çka I tha? Ela uallimuka. A ti mësoj. Çfarë metode? Ku njerëzit sot mundon me bë diktat, patjetër çështu s'ka. Duhet njeriu të më dhon mundsinë e kuptimit, perceptimit, kohës, I duhet vakt me mësu, I duhet kohë me përmirësu. Nuk bëhen këtë për më një herë. Tha, do t'i mësoj do fjalë, a do me t'i mësu? Që t'i thush në çdo namaz. Tha, po ja Rasulullah, bela, gjithsesi, kam shumë dëshirë. Çka e shpreh, po mësoma. Atëherë tha, kul, thuj në fundin e çdo namazit. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husna ibadatik. Tha, thua jo Muadh, o Allah, a'inni ala dhikrik, o Zot, më ndihmo, më përkrah që të përmendi ty. Shiko të ndërum xhamat, e ki gojën,
Këtë e kena gojen. A e dim që është vlefshëm dhikri? Po së ne ban. Së ne ban. S'ta mundëson Zoti. Këtë është me të mundësu me të Zoti. Këtë është ajë nëse të nimon. Apo? A e dim shumë prej veprave që janë të mira, së një bojna. S'le gjunaj, s'le mëkati. Apo? S'ki takat. Mere qele Kuranin këshire që ishtë sa gjumi. Mere banë një punë, mirë këshire. Qele koletën për sa tako, këshire që ishtë tam shpirti. Duke sikur me ta e shpirti për trupi. Se s'ta ka mundësu. Andaj shiko çfarë duaj i tha. Tha thuj o Muad, Allahumma a'inni ala dhikrik. O Allah, një mom të bëj dhikr. As Zotin së ne përmeni, se Zotin nuk do me përmeni ata. S'ta mundëson Zotin me përmeni ata. Për këtë asyje lutë, o Allah, zgjidh manijën e gjuhës të të përmeni, lag magojën të të përmeni. Thuj, elhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Apo, sa njeri për shembull, apo, sa mirë është ai musliman, që çfarë do lloj gjendje e përmend Zotin. Nëse çuditë diçka thot subhanallah, thot la ilaha illallah, gabon diçka astaghfirullah, apo, atë të tjerë plot njerëz e ke po. Gabon diçka shat, po në vend shamës thuj me dhikr, thuj subhanallah. Thuj la ilaha la hawla wala quwwata illa billah. Kur e shoh diçka që s'po hec, thuj la hawla wala quwwata illa billah. Apo, jo se do me, e mërkurja se do, e martja se do, 7 ditë javës nuk e do për këtë. Do ta 13 nuk e do, sabaj për mua, më kishim pas nem, apo, një hala të mbose ire, një teze, që a gjë një kojshike, oj ndërum, lalu pak, lej me hala, me teze, me malë ketë, kur kusht ka bose hire, e nëjna që ka e brapa, lutë Allah me drejtue, lutë Zotë me, Allahumma inni ala dhikrik, o Zotë më mundësot të përmendi, Zotë ta mundëson më udhëzue, Zotë ta mundëson më falë, Zotë i banë ato, së në mërë me zorë kur gjo. Andaj shikoj ka thonë, thua i Muad, o Allah, një mom të të përmendi, as dhikrin së ne ban pa ta lecu Zoti. Që kistat me veti ki, që gojnë me veti ki, provoje. Hajde provoje. Së ne ban. Pasaj ka thonë, wa ala shukrik. O Allah, ndihmom të falenderoj tije. Sa begatin e gzojna së falenderojna. A, kur pagujna në market, apo e këshira ti, mi pa amor 10 dinar ma shumë, nëse për bitan ka dalë, apo? A ato shka i shfridzon ti? A kusht i dha ti parët? A begatit, a i numron detalj? E këni po, ka detalista, e merë atë fakturën dhe veç e këshirë. A kënë që ka që s'ken? Sa të përlamët me shqitë si në ti, pse? Mduket besu mduket, se parët ja ka prek. Për çka? Mës këm pakujt më tepër. E të ndërum gjëmat, a e këshin ashtu në detalj begatin e Zotit? Për syt mi thonë elhamdulillah, për vesht elhamdulillah, për trupin elhamdulillah, për gjuhën elhamdulillah, për shëndetin elhamdulillah, për shtëpijin elhamdulillah, për evladet elhamdulillah. Po sa du, për sa bajt zë dhe s'mur shmina. Thuj elhamdulillah, mëse ndalë gjuhën, ala shukrik, o Allah, ndihmon, përdojnë shqyqyr, apo? Shqyqyr Zotit. Qa në shqyqyr Zotit? Faliminderit Zotit. A shqyqyr qka i bjetë ndërum gjëmat? Shqyqyr është se ti ke hangër mish. Kur trashët lopja, Arab ti thujnë shekarat. U ka trash, ka hangër mirë kjo. E kur të hajsh mirë, qka thuti? Qka thuti? Na, senin e parë kur të hajna, qka thujna? Kish në hangër dhe pak, ama jo sheqeri, jo shtypja. Ka dale me para kësaj, elhamdulillahi ledhi at'amana. Elhamdulillahi cili Allah buk me hangër. Wa gjaalena midel muslimin, dhe na voni musliman. Lutë Allah me të një mu me falenderu. Së ne falenderon. Dhe në fund që i ka thanë, dhe thuj, wa husni ibadatik. Dhe o Allah, i ka thanë, o Muad, thuj kështu, në fund namazin, thuj, o Allah, ndihmom ibadetin të baj mirë. Jo vesh kelle shko, u fala une. U fala, ama ka të falme dhe të falme. Thot i Ibn Qayyim el-Juzeyy, lidhën 2 veta në namaz, në saf me një saf, në gjithë janë. Apo? Njani ka shku të Rabbul Alemini atje me shpirt, tjetëri është të matë në pazar. A ja dhash bedikila një agjimës? Dalon, të ditë saf, pi për jash kur të bojnë fotografien, mashallah të barek Allah, se ta shitojnë në kohën e fotografive dhe ibadetit të fotografive, apo, shko teorimës me po fotografi, tu fal, pin sejsh dhe pin kam, apo, veç agjerimi, s'ka mund si qishme, apo, jam agjerushme se ro kur qish, apo, se me mujta, edhe ata e fotografojnë, apo, se mës petit njerëzit, që agjerushme jam. Për këtë asyje shiko, husni ibadetik, me bo mirë ibadetin, që to më thonë me bo mirë ibadetin, të nëmë gjemat, me bo pastor, me bo për i Zoti Gjelle Gjelalu, për knasina Allahut,
Mos më azon udhën kërkujna. Ti e bani ibadet këtu 50 vetave që bodam. Çfarë ibadeti është ajo? Çfarë ibadeti është ajo? Bani ibadet pa azon qomën kërkujna. Bani ibadet pa i bodam kërkujna. Bani ibadet zbukuroja ibadetin. Rri para Zotit që të ka hije. Ka ardhur transmetime se kur robi lëviz, lidhet namaz, Allahu Ekber, edhe lëviz. Këshir mundohet pin namaz me këshir lusterin. Leje më lusterin, leje qilimin, leje krejt. Falu. Ka ardhur transmetime se kur e lëviz kokën robi, Allahu xhelali thot: "O robi jam, çka jetu të këshir diçka më të mirë se une." Qa jetu lip më të mirë se Zoti? Kush t'jep më shumë se Zoti? Kush do më shumë se Zoti? Ku ki mu këthi në fund përveç se te Zoti? Andaj, kjo ishte duaja Muadh ibn Jabelit, të cilin ja mësoi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe një herë, çfarë i tha? Tha thuj në fund të namazit: "O Allah, ndihmom të përmendi, ndihmom të falenderoj dhe ndihmom o Zot ibadetin, adhurimin kur ta baj mirë." E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu, që Allahu na mundson që gjuhët tona të jenë të lagura me dhikr, ta përmendim Zotin ton shumë, të bëjmë dhikrin shumë, të jetë Allahu subhanahu wa taala në shpirtin ton, në gjuhët tona i përmendur vazhdimisht, publik e tinza, ta madhnojmë Zotin ton Xhelel Xhelalu. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na ndihmon ta falenderojmë Zotin për çdo begati të tij që e shfryzojna, për çdo mirësi të tij që e konsumojmë në këtë dunja. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që Allahu ti përmirëson adhurimet tona, ti zbukuron adhurimet tona, ti pastron zemrat tona që kur ti bëjmë këto adhurime, ti bëjmë në kërkimin e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh që Allahu ti përmirëson edukatat tona, moralet tona, ti gdhejnë karakteret tona. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu këtë ditë xumaje, ditë të madhe ku Allah e pranon duajën, Allahu Xhelel Xhelaluhu ti ndihmon muslimanëve kudo që janë, jetimat e muslimanëve, të dobtit e muslimanëve, ata muslimanë që janë në për luftra, ata në muslimanë që janë në për burgje, ata muslimanë që kanë gazepe dhe skamje dhe fukarallëke, ata muslimanë të cilët e kanë humbur familjen e vet, ata muslimanë që janë jetima dhe bonjak, ata muslimanë të cilët janë në siklete të ndryshme. Lutim Zotin e Madh, Allahu rahmetin mbi ta tasbet ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që krejt zullumçarëve dhe kriminalëve dhe fesaxhive në tokë, të cilët bëjnë krimin në tokë, Allahu ndër me vetë i shpartallon ya rabbal alamin. E i bërat për njerëzimin të ban ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu na mundson të jetojmë si musliman dhe frymën e fundit Allahu t'ja japna me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم كن مع المسلمين خاصة مع المستضعفين أنزل عليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب المجرمين بالمجرمين واضرب المنافقين بالمنافقين يا رب العالمين ونجي المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم غفرانك يا ربنا اللهم اصلح لنا اللهم فاغفر لنا جميع ذنوبنا اللهم فاغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا وعمدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة